Një ngjarje e rëndë ka tronditur fshatin Salarit të Tepelenës ku një shtetas italian, Edoardo Sarci, 44 vjeç, u gjet i vrarë me armë zjarri pas mesnate. Trupi i tij u gjet në anë të rrugës malore pranë makinës personale, ndërsa një tjetër automjet i dyshuar sa i përket autorit të vrasjes ishte vendosur afër vendit të ngjarjes. Policia ka marrë këtë makinë për ekspertizë dhe po punon për të identifikuar të gjitha elementët që lidhen me ngjarjen. Sarci jeton prej 20 vitesh në Tiranë dhe ishte pronar i një fabrike tullash. Ai kishte shkuar në zonën malore për gjueti, një aktivitet që e frekuentonte rregullisht. Fillimisht u raportua se shtetasi italian ishte i shoqëruar nga disa persona, por sipas informacioneve të fundit, ai është gjetur vetëm në vendin e ngjarjes. Nuk ka asnjë të arrestuar deri tani, ndërsa hetuesit po punojnë intensivisht për të sqaruar identitetin e autorëve dhe motivin e vrasjes. Autoritetet po shqyrtojnë të gjitha pistat e mundshme duke përfshirë një konflikt personal ose një përplasje gjatë aktivitetit të gjuetisë, ndërsa ekspertët po kryejnë kontrolle të hollësishme të makinës dhe vendit të ngjarjes. Zona malore dhe e thellë ku ndodhi ngjarja ka vështirësuar hetimet, ndërsa policia është duke mbledhur dëshmi dhe po shqyrton kamerat e sigurisë në rrugët përreth për të ndjekur lëvizjet e autorit. Hetimet pritet të zgjerojnë informacionin mbi rrugët e shkuarjes së viktimës në mbrëmjen e ngjarjes dhe personat që mund të kenë qenë pranë tij. Autoritetet po punojnë edhe për të identifikuar çdo shenjë që mund të lidhet me armën e përdorur.